Histori e Skënderbeut. Kënga e 18. Naim Frashëri. Shqiptarët se dinin që u zun ata të tetë, pa ndë armik nuk hinin kishte vatur mbreti vetë. Në mëngjes erdhe u thanë që i muarët të tetë, armikët edhe vanë duke ikur si mbletë. Mbreti dhe gjithë ushtëria armikëve të pasuran, shpejt arrit në te kufia, po gjukundi nuk i pan. Mbreti mirë duke qarë u ngrit në mes të rëmetit, nisi dy njerëz të parë ja dërgoi Sultan Mehmetit. I shkroi kartë duke thënë: nga të mi të trima tetë këtë herë janë zënë, gjithë burra të vërtetë, si kundër ti ke paguar për ata që kemi zënë, edhe unë ti kam dërguar e në një nuk kam lënë, dhe në qenë të sëmur me shëronjë si shërova, në të keqë si la shëkur dhe me kujdes i dërgova, dhe ti këtë herë mi dërgo shëndoshe mirë, e mu bëj si duhen derë edhe merë që të kesh dëshirë. Këto fjalë duke shkruar kartën e mbylli mbreti, parësia duke shkuar vate te Sultan Mehmeti. Atë ditë kisha arritur në qytet dhe Balabani, me ushtëri të robitur, pa në burg e vu sultani. Kartën me vrape mori e këndoi dhe e kish nërduar, të tetë në sheshtin zori e gërsiri malkuar, të gjallë edhe të vdekur vuri njerëz e i ropi, e gërsira zemër hekur. Shpirtin e zi kështu e ngopi. Më nesret prapë mbreti nis dy të parë të tjerë, e i dërgon tek Mehmeti dhe i shkruan gjatë gjërë. Nëmi vrafsh me të pabes i thoshte, ti njerëzin pas këtaj të mos ke shpresë, se dhe të tut gjallë zvin. Këta vini në përpjetë, ata të tjerë të kthyen, u posh në mudhë të shkretë gjëmën u arëfyen. Pa mbreti duke mësuar atë mëndzyrë të tërë, lidh duart në krahëruar dhe tha, po që në ka bërë. Edhe erdh u malëngjye, lotët i vanë si krua, zëmër e madhe ju thye, pa qëndroj e u mejtua. Parësi e Shqipëris edhe gjithë luftëtarët, vunë robazët e zisë, i mori gjithë të qarët. Pa urdhëroj pleqësia, dërgoj të këdo njerëzin, anë e mbanë Shqipëria zuri vajnë e mbajtizin. Qaj Shqipëri ata trima, që lanë emrë për jetë, vanë po si vetë tima, po burat e vërtet. U vranë për më mëdhenë, për shpëtim të Shqipëris, për kombin e për mbrenë, ndë udhë të Perëndis. Qaj moj dibre moj sin, mati bukur, qaj perlatnë, ti shkodrë o lule bladin, to mor, qaj manesh beratnë. Si shkuan ditët e zis, edhe koha u motua, mbreti trimi Shqipëris mi Turqin u lëshua. Ata që kishin zënë si lëshuan këtë herë, brenda i kishin vënë, parinin ata të mirë. Pa u lëshua rëmeti edhe van u dhanë të merë, pa ditur fare mbreti nga dish i therë si berë. Po e mësoj pleqësia dhe tha, kjo s'bëhet kur, sturperohet Shqipëria, se kombi saj është burë. Mbreti trim me luftëtar e ka përzyen kufin, pa poran mi barbarët lanë shpuzën edhe hin. Kordh e zjarë e flakë vunë s'lanë në këmbë ushtëtari, i krasit në ata që zunë nuk lanë as fil bari. Doj të zi krye qytetnë, e t'i vi kordën e zjartë, të shti nërduar Mehmetnë, pa ta ripte si gomarë. Po prap unis Balabani e doli me 20.000, se u trëm shumë sultani, pa erdh me vrap si shkëndi. Skënderbeu 12.000 kishte shqiptarë, gjithë burra të vërtetë të urtë shumë e punë mbarë. 6.000 i Lauranit nga ata trimat e vërtetë, që i ndejnë kundrejt Balabanit 6.000 mori vetë. Pa po kështu duke ndarë në mes armikët i vuri dhe krahët duke marë të gjithë vendet i zuri.
Më njan ishte Balabani, tradhtor i Mamdheut, ma në teatro Urani dhe shokët e Skënderbeut. Lufta u ndez me njëherë, luftëtarët u përzien dhe gjithë duke përzier njëri teatrin në pren. Më njan u derdh vetë mbreti, ma në teatrë Tanushi dhe bashk i tërë Rëmeti që ish dendur si bushi. Zdoj të tunde i Balabani, po gjithë shokët ja pren, Gjaka, Leka dhe Urani, Tanushi me Skënderben, me rëmbim shumë i goditnë, gjithë për para i vunë, armikët u mahnitë më nuk bënin do të punë. Me vrap Balabani iku, me 7-8 të tjerë, shpëtoi sërish nga rreziku, të tjerët gjithë ishin derë. Shqiptarët nuk lanë asnjë më këmbë të gjallë, po gjithë si qenë i vranë, u dhanë dërmën e djallë. Mbreti erdhi i gëzuar dhe e priti kryeqyteti. Balabani turpëruar vate te sultan Mehmeti. Pa luftë një vit ki shkuar, po sultani se haronte ajo zëmër e mallkuar me gjak të njerëzve ronte. Thosh, unë mora Vllahin, Greqin në dore vura, dhe Bullgarin e Serbin, Bosnjën në lak të shtura. Gjithë këto të këqia të më bën një Skënderbeu, të më mund një Shqipëria, po të më pikë dheu. Papo thiri Balaban i tha. Në vrafsh Skënderben edhe Tanush në Uran, edhe trimas atë jenë, të fala ty Shqipërin, të bëra mbrete të parë, që nga Shkodra Gjerjanin ta kesh pronj u dhe mbar. Mia merr 25 dhe del me vrap Balabani, me të vërtet i prubes fjalës që i dha sultani. Armikët të dit e natë duke ikur erdh e gjen, si për nërmalet e thatë për midi për Skënderben. Kish 16 që mundni në të luftonin, me sa njerës kish në jetë edhe gjë të mos pësonin. Më 4 e ndan ushtrin, më njan ish Gojelimi, në kraht kishte Tanush Syzin, më njan ish Gjakëtrimi. Të tjerët i mbajti vetë që ishin me vdekje të tërë, bura trima të vërtet si lisa të rinin sër. Me një heru lëshuan hynë në mes të ushtëris, armikët i copëtuan u prun ditën e zis. Balabani po përpiqej edhe thëriste u lërinte, nga rreziku nuk e hiqej, po tek do lëvrinte shtinte. Tanushi kështu duke parë po si dragoj u lëshua, e çkuli kordën e larë, armiku t'ju afrua. Pa u zun e u këpunë, u shtytnë e u përlëfytnë, njeri me teatrin shtun e të dy në gjak u mbytnë. Skënderbeu si dragua hyri në mes të Rëmetit, me rëmbim shumë lëshua kush mund të t'i del të mbretit. Kur shti me kordë të larë, gjaknë e bën të kënet, thosh, ku jini shqiptar, bura trima të vërtet. Armikët mua rëdhen, kali bukur hingëlliti, u vra dhe ra shturin bren, e sa mundi shkrefëtiti. Armikët të gjithu mblodhën si galat kur këllthasin, po shqiptarët u hodhë dhe nuk i lën e si qasin. Me mburonjat e mbulojnë, mbren e rinë si fortes, me armikët të lëftojnë trimat e mire me bes. Në mes të asaj rëmuje, e në mes të ati Rëmeti, që thërit, jam more ku je, e mblodhi mendje në mbreti. Pa thënë, a ju zot një fjalë, unë ngrit me nëzit si fajkua dhe hipi në teatr Karl mbi armikët të u lëshua. Me të parë Skënderben armikët u të meruan, të gjithë mua rëdhen, Balabanës e dëgjuan. Së pari vret Suleman, që ishte i pari Turqis, duke shtritur Pashan i dha dërmën në ushtëris. Shqiptarët i therë armikët e i vranë, i pren gjithë si berë, një të gjallë nuk lanë. Balabani me vrap iku me shokët e ti të pak, me zi shpëtoj nga rreziku u bë si lugati flak, po të tjerët i shkurtuan me zemërim shqiptarët. Se Mojsinë kujtuan, pa po i mori të qarët. Thirë, as një gjallë mos lini,
të shuhet të kombin dy, vrini, shtini e godini, të humbasë kjo mëndzyrë. Pa me rëmbim shumë uran, një nuk është shpëtoi gjallë, në vend të gjithi lanë, Zoti madh e mund t'i djallë. Shqipëtarët të pakë armikët ishin të shumë, po u hynë po si flakë edhe gjakën e bën lumë. Shkoj i prishur Balabani, vate Konstantinopoj, ju zëmërua sultani, si foli fare me goj. Pastaj u mblodh parasia, i tha, kot më rimbani, se s'mundet Shqipëria, pas të kafaj Balabani. Dimëri erdh me dëbor, me të ftohtë e me të ngrit, pa u tha dheu i gjor, unë dënj i ftohtë e mpit. Me të afëruar vera, sultani me Balaban, ngreh në punër atë tjera dhe fort të mira i pan. 20.000 merë kaluar dhe më këmbë 1.500, Balabani malëkuar, tradhëtori pa bes, u lëshua për mimbren, se doj të bëhej mbret vet, të përmbyste me mëdhen, mendje zez o mendje shkret. Lufton vëllaj të vlan, godit të amën i biri, djali mund të vras të amë, punë që se bëni miri, po e kishin në gënyër, të shkretën në erësir, dritja kishin rëfyër dhe ligësin të mirë. Vinte të godit e mbren, e të prishte Shqipërin, të shkreton të më mëdhen, e gjetë më perëndin. Balaban, Balaban pala, pse harove Shqipërin, që i kishte shoqe të ralla, e përpiqesh për Turqin? Po ti kotë do të vuash, se gjë po s'ke për të bërë, me gjak tënë do t'a paguash këtë mëkatë të tërë. Më një anë kishte të parë mbreti turqet Balaban, edhe Jakub shqiptar e kishte më tjetër anë. Balabani zukufin me Mi-25 që të merte Shqipërin dhe vinte me shumë shpres. Jakupi qanë Grekërin se urdhër ashtu i dhanë, u hodh mbi Shqipërin, një mënjan e një mënjan. Ore Jakub shqiptari, që të gënjeu mëndje shkret, u nise po si i mari të shoftë të Zoti vërtet. Vërtet emrin këshu e kishe, po si shebir shqiptari, nga kombi mbretit nuk ishe fis e bir bulgari. Skënderbeu duke mësuar fluturoj po si fajkua, dhe arriti pa bashkuar Balabanit ju lëshua. 10.000 merë kaluar e 6.000 më kam, mbreti urtë e i lëvduar që i haj hekurin me dham. Balabani kishte rënë në një qafë gjithë gur, vend të fort kishte zënë se tunte dot njeri kur. Mbreti e kishte rrethuar, gjithë viset i kish zënë, vdekjen e kishte nërduar, datën u kish për të dhënë. Vet i 6 të dolli mbreti të shi armikët të çbën, u mërgua nga rëmeti ramë ushet që i kishin zënë. Gjithë armikët i adhan, Skënderbeu shpejt u kthye, ata së dyti i ranë, po trupi me gjak syllye. Edhe shteknë ja kish zënë me lisa të tresh armiku, a ju kali duke rënë i ka përceu dhe iku. 2 nga shokët pas i van shkuan në bashkë me mbren, të tre të tjerët u vran për më mëdhen. 10 kalorës e ndoshnë, i ran pas që t'i binin, e shumë ata u përposhnë, ju afruan në t'i shtinin. Pa pokalën duke kthyer, u lëshua mbreti vetë, me të 2 shokët e vyer i bëri copë të 10, duke vatur në ushtëres i ngridhi trimat e mirë, që ishin gjithë me bes, i kishin shumë dëshirë. Më 4 e ndan ushtrin, Zahar Gropa ish më njan, më kraht kishte Tanush Syzin, pa ish pika me uran. Lufta ish e ndezur mirë, të 2 anët të luftonin, dhe vriteshin me dëshirë, shoku shok nëse peshonin. Por kur u derdh mbreti vetë mbi armikët si fajkua, si bie shiu nga ret, ashtu me vrap u lëshua, anën e djathtë e kaputi në mes të armikëve të yri, zjarr dhe flakën u futi ati po si trembej syri. Armikët mës shëndruan, ndonë se shumë u përposhnë, Balabanë se dëgjuan, se shqiptarët i ndoshnë.
Prap shpëtoi Ballabani nga rreziku edhe iku, vate sërish te sultani se kishte thënë armiku. Pakë shokë me të vanë të tjerë gjithë i prenë, një të gjallë nuk lanë, gjaku mbyti gjithë dhenë. Jakupi më tjetër anët me 16 kishte ardhur në Tiranë, kaloria pinte retë. Skënderbeu, duke mësuar që kish ardhur në Tiranë, ardhi me vrap pa mënuar dhe rrethoi Jakub Pashan. Jakupi, duke mësuar gjithë punën që u bën, vuri kokën në duar e tha, na që n'ka thënë, po nata u aferua, u rrëfye shumë e zezë, pa për lufta u ndalua, gjithë pritni në mëngjes, nata ishte më të gdhire, kish thyerë ta të pjetë, po vinte ditë zemire, bardusheja këmbëqet, mbreti e ndan ushtrin, vuri dhe gjithë të parët, pa u falë më Perëndin dhe i nisi shqiptarët. Pati shihnje kur u derdhë mi armikët ata trima, edhe përsipër u erdhë me vrap posive të tima. Thoshe gjithë janë hekur e do të rojnë për jetë, kurës kanë për të vdekur, si ha do të dhe u i shkretë. Unë des lufta me të parët e nuk ishin vrarë pak, po kur gjithë shqiptarët u futnë me vrap si plak, flaka në kraharohërt i rihte, nuk i trembeshin Turqis, Zoti i vërtet u ndihte trimave të Shqipërisë. Jakupi kishte pa shpresë edhe thëriste. Jakupi ishte pa shpresë edhe thëriste. O shok, kush është trim le të vdes se 2 duar për një kokë? Papa u lëshua mbreti e hapi gjithë ushtërinë, Jakub Pashën e gjeti edhe përmbysi fatëzinë. I hoqi mirë një shpat edhe mëselat të tërë, si që i gjerë e i gjatë, 2 copa e kishte bërë. Armikët duke parë fatën e tyre të zi shumë, Jakub Pashanë të vrarë edhe gjak në posilum, të gjithë u frikësuan, shqiptarët u ranë, në kordë gjithë i shkuan, një të gjallë nuk lanë. 32.000 armikë në këto 2 luftë u vranë, e të tjerët me frikë po si zosht u përndanë. 1.000 kishin rarë për shpëtim të Mëmëdheut, bura trima shqiptare nga shokët e Skënderbeut. Të plagosur kish më shumë që i shikon të mbreti vetë, nuk i zi u gjumë, e ndalonte dhe mje shkret. Ta nushën e nisi për kruj edhe e dërgoj me vrap trimnë, me shok shumë e me buj, shpuri nërduar gëzimnë. U gëzua Shqipëria edhe gjithë mbretërit që i fali Perëndia mbretit gjithë mirësit. Skënderbeu tri me shok si flak i hyri Turqis, pa e bëri grihe trok si rebesh i Perëndis. Pastaj u kthye edhe vetë si e përvëlloi Turqin dhe e la të shkret për jetë, lëshoj edhe ushtërin. Italia, Venetia, papa mbretërit e tjerë edhe gjithë njerëzia i dërguan këtë herë, ka nis një shumë e lëvdat, njerëz të urtë të vërtet, të fala shumë e urat, të shumët erdhë dhe vetë. Në ditët ati mbreti, ishte qëndrë Shqipëria, rrëthsoje gjithë rëmeti edhe tërë njerëzia. Histori e Skënderbeut, kënga e 18, Naim Frashëri.